dhe në të ardhmen. Përsa i përket çështjes projektit të Zvërnecit, ne siç e kemi bërë publik dhe në dalje të shumta gjatë kësaj periudhe dhe intensive, ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Ajo që mund të them është ajo që kemi përsëritur shpesh herë, është që është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peizazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili parafërsisht, nëse referohemi projektit të parë të dorëzuar, i cili siç jeni bërë gjithashtu me dije, nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve, ka qenë në nivelin e 4 miliard eurosh. Një ekonomi e cila ka një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë në nivelin 27 miliard euro, sigurisht 4 miliard përbën një peshë shumë të madhe dhe një input shumë të madh, nxitje shumë të madhe në ekonominë vendase. Projekti është si çdo projekt në fushën e turizmit dhe të zhvillimit të turizmit, ka disa faza. Në fazën e parë patjetër që do të ketë një angazhim të madh të punësuarve në vend, kryesisht në sektorin e turizmit, e ndërtimit, dhe më pas, cilët do të jenë të punësuar që do të jenë aty për sa kohë që projekti do të zhvillohet, dhe më pas sigurisht që efektet e një projekti të kësaj përmase në shifrat e eksporteve të shërbimeve, në shifrat e eksporteve të shërbimeve turistike, do të jetë jashtëzakonisht i madh dhe siç kemi bërë me dije dhe disa herë, në një analizë të bërë për ekonominë shqiptare, multiplikatori i parave të shpenzuara nga çdo turist në vend amplifikohet nga një lek i shpenzuar në turizëm, ka 1,8 lek të gjeneruara ekstra nga sektorë të tjerë, të cilët janë të lidhur me shërbimet e turizmit, qoftë shërbimet e turizmit, qoftë transporti, qoftë shërbimet të cilat lidhen me prodhimin e ushqimeve, por pa diskutim dhe